jam në suitën më të mirë të Hotel Plazës, një prej, po quaj hoteleve më të mira që ka Tirana, me onin që do më tregoj, Presidential Suite. Si është suita presidenciale e njërit prej hoteleve më në zët Tiranës. Oni këtu është, Po. 2201. 2201 është numri i suitës ekzekutive presidenciale. Është interesante. Sa metra katror është oni? Sipërfaqja totale e suitës është 175 metër katror. 175 metër katror në katin e 22. Po. Është në katin e 22 dhe i ka një pamje spektakolare të Tiranës. Kamera mund të shkoj që tani ta shohë, po e nisin. Këtu është sistemi kondicionimit. Sa hyn tek e gjitha me sistemin inteligjent të kondicionimit edhe të dritave. Ka disa lloj setupesh të dritave që janë TV Relax ose lobby. Në varësi të lobby më mirë që të kemi dritë. Gjëja më interesante është do ta nisim nga më e pazakonta. Në hyrjet saj këtu, kjo është oni? Këtu kemi një dhomë teatri ose dhomë e kinemas. Kinema Room. Kjo është dhoma e kinemas, pra për të parë 4 persona pak a shumë apo jo, mund të qëndrojnë. Do të thënë ti ulesh këtu dhe shef kinema përballë, shef në ekran të madh përballë. Ka një televizor të madhësisë. Ersohet komplet. Po, mund të fiken dritat, ka një entertainment system, ka PlayStation. Ai ka të gjitha gjërat këtu. E shoh sistemin. Kjo është për kolltukun. Shi si që nga kjo. Që nga që ti t'jesh në kinema tamam. Po. Ajde sistem, ajde. Kjo është dhoma kinema e suitës më të madhe të Hotel Plazës në Tiranë, i ndërtuar nga një arkitekt belg, në fakt edhe në qendër Tiranës. Këtu hyn sisteme pasqyrash, derë tjetër. Këtu hyn në pjesën e ngrënies. Kjo është pjesa e ngrënies? Po, kjo është dhoma kryesore e suitës. Kjo është dhoma kryesore. Pas ka një tavolinë ngrënie për 8 persona, vetëm ngrënia. Shihni çfarë pamje spektakolare që ka në Tiranë. Edhe pamja është e jashtëzakonshme. Shihni çfarë pamje që ka të gjithë qendrës Tiranës, që nga sheshi Skënderbej, Godina e Re, e gjitha. Dhe këtu është tavolina e ngrënies, pak stil Chinese, që çdo gjë rrotullohet. Po, ka atë mekanizmin. Shumë interesante, një konsol e thjeshtë. Këtej hym në pjesën tjetër, në fund do shohim zyrën. Kjo është pjesa e? Kjo është minibari. Ky është minibari. Kjo është pjesa e? Kjo është pjesë si minibar që përdoret për... Kjo është pjesa e ndenjes. Po. Kjo është pjesa e ndenjes me televizorin e madh, sërish me një pamje shumë bukur të Tiranës. Tani nuk e di ku shkojnë, si hapen perdet, po. Kjo është pamja që shkon në drejtim të xhamis, Downtown One-it, stadiumit dhe ndërtime të tjera të reja të Tiranës. Shifë çfarë pamje ka. Ky është bari i vogël, edhe televizori i madh. Po, këtu kemi një bar, këtu kanë mundësi që të përgatitet kafe, është frigoriferi me minibarin, me kafen gjithë. Pra i gjithë ky plus pjesa e pijeve është në shërbim të ndenjes. Sa duhet jetë kjo? Duhet jetë mbi 60 metra katror, kam përshtypje? Mendoj që po. Ndarjen specifike nuk e di, por me sy duket që mund të jetë 60-70 metra katror. Gjëja më interesante është që pashun që dyert janë të veshur me pllak, pra nëse ti hyn, dera bëhet njësh me pllak me murin. Pra nuk është derë druri e zakonshme, por është derë me pllak. Kjo është dhoma e gjumit. Kjo është dhoma e gjumit. Janë të pajisura me garderobën. Me 2 garderoba që ti hyn brenda, janë të veçuara komplet. Pra 2 garderoba, krevati, edhe dhoma duket mjaft e madhe. Po. E gjitha me sistemin inteligjent Po, kanë setape të tyret edhe drita, edhe kjo që nga shumë interesante. Po, janë të personalizuar. Dizajni është bërë po nga të njëjtët arkitekt që kanë bërë, apo ka pasur tjerë? Dizajnit janë bërë edhe nga italianët. Janë bërë nga italianët. Televizori i tretë këtu, duke futur edhe atë të kinemas, një zonë relaksi, dhe tani kjo ishte shumë e bukur. Shifet çfarë banje. Kjo duhet jetë banjë
se disa metra katror. Duhet ta bëj llogarinë 6 ditë. 120, 300, rreth 3 metra e ca për i këtij, edhe këtë duhet edhe rreth 20 e ca metra banjë, dhe shive çfarë pamje ka banja, që është shumë interesante. Ja dhe pamja e banjës në drejtim Tiranës, sot nuk është ditë me diell fakt, po pra pamja shumë e bukur. Vaska qënga e jashtëzakonshme. Po, gjithashtu ka edhe një sauna ose një steam. Ka sauna, pra banja ka përveç 2 lavamanëve, ka pjesën e saunës, ka pjesën e saunës dhe dushin, sa interesante qënga, i ka të dyja bashk. Oni, sa kushton natën suitën prezidenciale, po varet nga sezoni? Pak a shumë mund t'jenë pak të përcaktuara, por fillon nga 3.200 euro nata. 3.200 euro nata, ja ku janë WC bideja, dhe pjesa thash më e bukur është pamja. Ka pamje spektakolare të gjithës. Shiheni tani nga banja, fjetja, në pjesën e ndenjes. Tani do shkoj te një pjesë tjetër që është shumë interesante, që është dhoma e zyra, si thuash. Zyra ishte edhe më interesante. Kjo është zyra, bashkë me kineman ishin një gjetje, ka një ambient vogël për takime, dhe më pas ka tavolinë e punës. Por tavolinë e punës kishte këtë gjë shumë bukur, që lëviz televizori. Pra nëse do ta shohësh, është televizori i 4 në suitë. Nëse do ta kthesh nga kjo anë, e kthen nga kjo anë. Nëse do ta kthesh nga tavolina e punës, shkon në tavolinën e punës, që është kjo këtu. E gjithë është e veshur me një plak që ka veshur edhe muret, ndërsa këtu është e veshur me tesut, pra me letër muri, po është tesut më shumë se letër. Edhe pjesa e tavolinës, kjo është që hapet, po, është pjesa e hapur për të mbajtur gjërat. Edhe kjo ka të njëjtën pamje fantastike të qendrës së Tiranës, po ta shohësh, ja dhe pamja. Është shumë e bukur. Kjo supozohet të jetë suita më e madhe ndoshta në hotelet shqiptare. Po, në djenin time po është suita më e madhe në hotelet shqiptare. Pra është suita më e madhe që gjendet në Tiranë për momentin, se asnjëherë nuk i dihet. Thash, kjo është, shiheni, nga këtu e deri në fund, oni e marrin kryesisht të huaj apo për vizita të ndryshme, por zakonisht janë të huaj, por ndonjëherë ka edhe ndonjë biznesmen shqiptar që vjen edhe e merr nga jashtë. Shiheni tani dhe pamjen. Plaza është ndër hotelet e para, do të thënë pas Sheratonit, të luksit që u ndërtuan në Tiranë, që i ngritin në një nivel tjetër mikpritin. Kjo është shumë interesante. Kam nuk e di sa vite që kisha dashur ta vizitoj, por ka qenë vështirë. Nuk kam pasur as kohë dhe as mundësi, kështu që sot erdha për të vizituar dhe ja vlen që të ndaj me ju. Oni, faleminderit. Ishte kënaqësi, faleminderit.